Përshëndetje miq të nderuar të televizionit Alsat, ja ku po ritakohemi në këtë ditë të fundit të javës, por jo vetëm është edhe premtja e fundit e këtij viti. S'do kemi më të premte tjetër për vitin 2025, por gjithsesi na presin të premtet e ardhshme të vitit të ri. Gjithsesi, ne edhe ditën e sotme në emisionin Gjurmë do flasim mbi një temë e cila është aq prezente tek ne kur bëhet fjalë për festa, kur duam të festojmë, mirë po jo gjithmonë e zgjedhim rrugën e duhur ndoshta për të festuar. Siç e dini, mjetet piroteknike janë pjesë e përditshmërisë sonë, ato shiten lirshëm në tregje të ndryshme dhe qasja deri tek të njëjtat është shumë e lehtë, fatkeqësisht do kisha thënë unë, por që në fakt nuk është vetëm problemi tek blerja e mjeteve piroteknike, është problemi tek përdorimi i tyre, sidomos përdorimi i pandërgjegjshëm i mjeteve piroteknike dhe lëndimet të cilat mund të vinë. Në fakt këto periudha festive karakterizohen me festa, me ahengje, me gjëra shumë të bukura, po fatkeqësisht e kanë edhe një dimension tjetër të cilin e shohin mjekët, e shohin spitalet, që janë lëndimet e shumta që mund vinë nga teprimi apo mos kujdesi se si ne festojmë. Dhe pikërisht në këtë temë për lëndimet të cilat mund të vinë nga përdorimi i mjeteve piroteknike dhe përdorimi i pandërgjegjshëm i tyre, me mua këtu bashkë në studio është Muhamet Mehmeti, vjen nga kirurgjia plastike, ata të cilët përballen në dietor ndoshta pik drejt për drejt me këto lëndime. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetë. Unë thash që kirurgjia plastike në mënyrë të drejt për drejt lidhet, sepse ndonjëherë kur ne flasim për kirurgji plastike, zakonisht flasim për gjëra të bukura, ku ne me dëshirën tonë vim aty për të zbukuruar ndoshta diçka, po që në fakt e ka edhe këtë dimensionin tjetër. Po. Ne si kirurgji plastike pranë Universitetit Kiril dhe Metodin në Shkup, ka disa vite që zhvillojmë një kampanjë kundër përdorimit mjeteve piroteknike. 3 vitet e fundit këtë kampanjë zhvillojmë bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme, ku ne si në aspektin mjekësor shpjegojmë për lëndimet e mundshme të cilat mund të fitohen nga përdorimi i këtyre mjeteve, ndërsa përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme shpjegojnë për masat dhe dënimet të cilat mund të pësojnë nga përdorimi i mjeteve. Tashmë 3 vite, më thoni pak si ka ndryshuar ndikimi edhe tek nxënësit, ai komunikimi drejt për drejt që i keni me fëmijët? Krahasim me vitet e kaluar, do të thonë kjo fushat zhvillohet ka dikon afër 10 vite që zhvillohet kundër përdorimit të mjeteve piroteknike dhe mendoj që e ka arritur efektin e vet 100%, për shkak se në vitet e fundit nuk kemi pasur fëmijë të lënduar, fëmijë apo të moshuar të lënduar nga përdorimi i këtyre mjeteve piroteknike, çka do të thotë se ka pas efekt pozitiv. Të ndalemi pak më shumë tek ajo që bëni ju çdo ditë, shtohet numri i pacientëve në periudhë festave? Po gjatë periudhave festave sigurisht që shtohet, tash kemi edhe mërgjimtarë të cilët janë kthyer për pushime, normal edhe numri i pacientëve shtohet. Prej viteve të kaluara mund të bëjmë ndonjë krahasim se ndoshta është ulur apo shtohet çdo vit numri i të lënduarve? Fatmirësisht numri i të lënduarve krahasim me vitet e kaluara, prej kur zhvillohet kjo fushat ka rënje drastike dhe është një efekt shumë i mirë i kësaj fushate. Kemi ndoshta diçka numra që mund të përmendim, ndoshta sa ka qenë vjet? Shembull, para 5 viteve kemi pas pacientë të pranuar nga lëndimet e fituar nga këto përdorimi i mjeteve piroteknike, domethënë ka qenë me 10, ndërsa 3 vitet e fundit ka rënë në 0. Përveç vitit kaluar që kishim një pacient pranuar në kirurgjinë plastike dhe rekonstruktive. Mirë, po kjo për ta sqaruar, nuk kupton ndoshta që ata nuk lëndohen ose nuk marrin lëndime të vogla, po nuk mbrin deri te kirurgjia plastike lëndimi, ja? Po ka prej atyre që psoj lëndime më të lehta, domethënë që mundet me kalu me shërbim ambulantor, domethënë, ndërsa lëndimet më të rënda drejtohen në kirurgjinë plastike. Ku bëhet ky dallimi? Ta bëjmë një ndarje për shikuesit. Cilat janë ato lëndimet që mund të jenë që ti marrin edhe janë më të lehta, e cilat janë ato më të rëndat? Zakonisht lëndimet të cilat mund të përfitohen nga përdorimi i këtyre mjeteve janë ekstremitetet duart, ftyra, syt, dhe zakonisht këto pjesë domethënë lëndohen. Tash varësisht prej shkallës lëndimit, një pjesë të tjera mund trajtohen nëpër spitalet e përgjithshme të qyteteve të ndryshme të Maqedonisë Veriut, ndërsa lëndimet më të rënda i drejtohen në kirurgjinë plastike.
në këto lëndimet më të rënda hinë dhe me thonë dëmtimet përposi lëkurës në lëkurës, dëmtojnë edhe gjaku, nerva, kocka, të cilët kërkojnë intervenim kirurgjik dhe tretman më tesh. Pra, ato lëndimet të cilat nuk vinë te ju janë ato që ndoshta mbesin në shtresën e lëkurës, nuk hynë më thellë. Po, ato janë si lëndime sipërfaqësore, gjegje të shkallës së parë që i klasifikojmë ne në mjekësi dhe mund të kalojnë me trajtim më të lehtë dhe më afat shkurtër. Do vim të flasim edhe për lëndimet. Sa kohë merr shërimi nëse vetëm ju vjen një pacient me lëndime? Varësisht prej shkallës së lëndimit, do të thonë është edhe kozjatja e mjekimit, shërimit dhe rehabilitimit më teshëm. Te lëndimet më të rënda, edhe koha e rehabilitimit dhe shërimit të atij pacienti, do të thonë është më e gjatë. Nëse dëmtohen gjitha strukturët, shembull te dora, atëherë ai do të merr kohë parapërsisht mbi 2 muaj. Për shkak se duhet intervenohet kirurgjikisht, pastaj të imobilizohet ekstremiteti, pas imobilizimit të vazhdohet me terapi fizikale rehabilituese, kështu që domethënë është mjaft afat gjatë. Ne kemi ju sollët edhe disa fotografi, mirë po për shkak të vrashtësisë, le të themi, të fotografisë, ne nuk mund t'i shfaqim të njëjtat, mirë po cilat janë ato ndoshta lëndimet më të rënda ose llojet e lëndimeve që mund të vinë deri tek ju edhe pasojat që i kanë pas pacientët? Llojet e lëndime më të rënda të cilat kanë ardhur në klinikën tonë kanë qenë lëndime më i rëndë, domethënë semi-amputacion dhe amputacion i gishtrinjve të dorës, dhe kur na vijnë raste të këtilla, domethënë ne fillimisht mundohemi që të pështojmë sa më shumë nga ekstremiteti apo nga gishti i dorës së fëmijës apo të pacientit, për shkak se dora e njerit është një dhuntit që cilën ai ka dhuru krijuesi dhe funksionalitetin e saj ndoshta nuk e dim përderisa e kemi funksion 100%. Mirë, po kur ndodh lëndimi, nëse një gisht vjen deri te semi-amputacioni apo amputacioni i një gishti, atëherë shifet rëndësia e dorës së njeriut. Prandaj gjithë kjo kampanjë, kjo fushat që zhvillohet kundër përdorimit të këtyre mjeteve piroteknike është që të vetëdijsojmë rinin tonë mos të përdorin mjete të tilla. Për shkak se lëndimet të cilët mund të fitojnë, mund të kushtojnë, domethënë edhe në përzgjedhjen e profesiorit në të ardhmen, sepse nëse dëmtohet ekstremiteti në nivel më të rëndë, domethënë, atëherë duhet të mendohen mirë për përzgjedhjen e profesionit të tjerë në të ardhmen. Apo nëse vjen deri te lëndimi i sinjeve, domethënë humbja e të sinjit mund me pas humbje prej të përkohshme të lëndimit deri në humbje të përhershme të shikimit e kanë fjalën, atëherë edhe te këto raste domethënë duhet vetë në pikpyetje profesioni dhe ardhmëria e tyre në të ardhmen. Po, në fakt sepse fatmirësisht kur jemi në të shëndet me shëndet të plot, ashtu siç thatë, nuk ja dim të mirën gjithë trupit ton, po kur fillojmë pastaj të kemi probleme ne i vrejmë ato sa të rëndësishme janë. Kur bëhet fjalë ju përmendet amputimin, edhe vetëm si fjalë amputimi është mjaft e rëndë dhe ta mendosh, mirë po për ta sqaruar se me amputimin në kupton gjysma e gishtrinjve të. Po, se me amputimi përfshin gjysmën e ekstremitetit, qoftë gishtit, qoftë dorës, qoftë para krahut. Domethënë është një lëndim shumë i rëndë ku përfshihen lëndimet të lëkurës, në lëkurës, enëve të gjakut, kockave, dhe nëse ne vlerësojmë që nuk mundet me pështu atë pjesë të ekstremiteti, atëherë mjekimi vetëm është amputimi apo semi-amputimi i atij ekstremiteti. Nga histori që pacientët tua kanë treguar, ndoshta ata që i kanë pas edhe këto lëndimet më të rënda, si ka ardhur deri te lëndimi? Deri te lëndimi më të rënda ka ardhur zakonisht kur fëmijët apo të rinjt mundohen të improvizojnë që eksplodimi apo kërcitja të jetë sa më e fuqishme. Mirë po, në anën tjetër, sa më i fuqishëm që jetë eksplodimi i këtyre mjeteve, edhe lëndimet e mundshme më të rënda janë më të mundshme, domethënë. Dhe
lëndimet më së shumta te dora vinë për shkak se ato tentojnë apo mundohen të eksplodojnë në dorën e tyre, duke mos ditur pasojat të cilët mund të pasojnë pas përdorimit të tyre. A në lëndimet e fytyrës ose ekstremiteteve tjera? Po për ekstremitete, zakonisht lëndimet kanë ndodhin në dorë. Për shkak se ato me dorë hudhin, mundet me në dorë me eksplodu. Siç thash edhe më herët, domethënë pjesë më të eksponuara, dora, fytyra, veshët, syri, këto janë pjesët të cilët preken më shumë nga përdorimi i këtyre mjeteve. Kemi pas raste kur ndoshta kanë humbë edhe dëgjimin për shkak eksplodimit të madh? Ka pas edhe kësi raste me humbje dëgjimi, për atë ceka edhe më herët mund me pas humbje të përkohshme apo edhe të përhershme dëgjimit, shikimit dhe pastaj pamja estetike që mund të shkaktohet nga lëndimet e marra në fytyrën e fëmijëve. Është, le të themi kështu, interesante ky moment në aspektin negativ të fjalës, sepse përdorimi i mjeteve piroteknike bëhet për qejf ose për ta shijuar momentin dhe vetëm për një sekond personi mund të përfundon në shtratin e operimit tek ju. Cilat janë ato pastaj ndoshta momentet pasi që ata operohen edhe pasi që del anestezioni edhe gjithçka, shohim pendim për veprimet që i kanë bë? Sigurisht që pendohen pasi të marrë lëndime të tilla, mirë, po atëherë është vonë për gjithçka. Prandaj edhe na këtë fushat e kemi zhvilluar si në jetë parandalues, domethënë mos me ardh deri te ato lëndime, për shkak se gjatë prezantimit kësaj fushate nëpër shkollat që e mbajnë, nëpër shkollat e mesme me vitet e treta zakonisht, këtë vit kemi përfshirë edhe shkollat fillore, klaset e 9-ta. Para se me fillu me ligjëratët, ne i pyesim fëmijët se ja kanë përdorur më herët, a do të përdorin. Mirë, po pasi përfundoj me prezantimet që kemi, për shkak se aty prezantimi përmban disa fotografi të rënda nga lëndimet e mëhershme të viteve të kaluara. Pastaj ata përgjigjen se më nuk do t'i përdorin, nuk kanë pas informacion se çfarë lëndime mundin me shkaktu përdorimi i këtyre mjeteve dhe besoj që edhe këtë vit do të kalojmë më mirë edhe pa lëndime. Më intereson reagimi i fëmijëve kur i shohin fotografitë. Ju më thatë paraprakisht që ju merrni leje që fëmijët për t'i parë, po si është reagimi i tyre? Reagimi i tyre është i vështirë, për shkak se nuk mundën me i përballu, nuk mundën me i shiku ato fotografi që janë, dhe shumica prej tyre pyesin se si ka mundësi një mjet piroteknik me shkaktu një lëndim kaq të rëndë. Domethënë nuk kanë pas informacione se çka mundën me pësu nga përdorimi i këtyre mjeteve. Sa mendoni që luan rol edhe familja në këtë drejtim, se ndonjëherë duket sikur edhe ata i nxisin ose pavarësisht punën që e bëjnë që fëmijët e tyre të mos përdorin, fëmijët sërish përdorin mjete piroteknike? Normalisht që ndikon edhe edukata familjare dhe familja, posaçërisht prindërit. Pikësisht ata duhen të merren me fëmijët e tyre, nuk duhet t'u japin të holla që të blejnë mjete piroteknike dhe nuk duhet t'i lejojnë që t'i përdorin ata. Pikërisht, ka mënyrë të sigurt për të përdorur mjete piroteknike? Ndoshta ka, po më mirë është mos përdoren fare. Mos ta provojmë as mënyrën e sigurt. Siç thamë më herët, aty është pjesë sekondash, domethënë një lëndim i rënd mund vjen për disa sekonda, ndërsa pasojat mund të jenë të përhershme. Pikërisht. Ju thatë që pasojat ndikojnë në nivel afatgjat, ndikojnë në profesion, ndikojnë edhe në cilësinë e jetës. Më pas, mundet që, se ne po flasim më shumë për fëmijët, po edhe personat madhor, i shihni që rikuperohen, ndoshta i kthehen 100% jetës pastaj ose mbetet gjithmonë një pjesë e paplotësuar? Siç thash edhe më herët, varësisht nga shkalla e lëndimit të cilët marrin, edhe rikuperimi dhe rehabilitimi, domethënë është individual për secilin lëndim që mund të fitohet. Fatkeqësisht vitin e kaluar, domethënë kemi pas një pacient të pranuar në klinikën tonë, i cili nuk ka qenë fëmijë, ka qenë mbi moshën 45 vjeçare. Dhe pas intervenimit dhe gjithë terapive që e kemi bën, kur e kemi pyetur se si ke mund mu lëndu kaq shumë,
Tha nuk kam qenë i vetëdijshëm pse një mjet pyroteknik mund të më shkaktojë amputacion të gishtave. Shembull te pacient kemi pështu gishtin e madh si gisht kryesori i dorës së njeriut dhe gishtin e penst, ndërsa 3 gishta tjera është dashur të amputohen. Kështu që funksionaliteti i asaj dore nuk është 100% normal. Tatë gishti i madh si gishti kryesor, mirë po më duket se edhe gishtat tjerë luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Luajnë gjithë gishtat rolin e vet, mirë po pa gishtin e madh, domethënë funksioni i dorës është i mangët, i 100%. Kjo tashmë në aspektin profesional, po, patjetër. Po, në aspektin profesional, se shembull kur vjen me lëndimet, gishtrimet e dorës, ne mundohemi që gishtin e madh dhe njërin gisht spaku prej gishtave të tjerë, domethënë ti pështojmë dhe të jenë sa më funksional. Që ai në të ardhmen me funksionu sado pak. E kuptoj. Është bërë rastet kur vinë ndoshta edhe me lëndime në fytyrë dhe për shkak kërsitjeve, kemi edhe deformitete estetike, le të themi kështu, që më pamja nuk ka qenë e njëjta? Normalisht që shkaktohen edhe deformitete estetike, zakonisht nga gjegjet e cilat mund të fitohen nga përdorimi i këtyre mjeteve. Gjegjet në mjekësi klasifikohen në disa grupe, nga klasifikimi i grupës parë deri te e pensta, varësisht se çka përfshin, domethënë. Dhe normal sa më e madhe të jetë shkalla e gjegjes, edhe mundësia për mbetjen e plagëve, domethënë, apo shenjave është më e madhe. Kështu që në të ardhmen ato mundën me pas edhe pamje jo të mirë estetike, sidomos për fytyrën kur flasim. Tha që fatkeqësisht vjet ka qenë vetëm një pacient, por në raport me numrin e viteve të kaluara është shumë më pak. Ka pasur më përpara më shumë fëmijë ose më tepër të rritur? Më shumë ka pasur fëmijë, domethënë fëmija shkollore deri 18 vjet. Periudha moshat e cila përfshihet më shumë në këto lëndime është prej 12 deri 22 vjet. Dhe nivel botror sipas statistikave dikon 150.000 fëmijë, flas për këtë moshë, preken nga përdorimi i këtyre mjeteve. Prej këtyre 80% hospitalizohen, domethënë intervenohet, krihet intervenim kirurgjik, rehabilitim dhe gjithçka pas asaj. Ndërsa mosha e cila preket prej këtyre 150.000-ve, domethënë janë mosha shkollore. Ku janë edhe më të ndihshmit në periudhën më të ndihshme të jetës. Ju tha që bashkë me Ministrinë e Punëve të Brendshme bëhet ky prezantim. Çfarë ju shpjegojnë ata fëmijëve, sepse ju bëni që të heqin dorë nga përdorimi i këtyre mjeteve, po pjesa e tyre? Po ne mundohemi që përmes prezantimit tonë të vëdësojmë për lëndimet e mundshme të cilat mund të fitohen nga përdorimi i këtyre mjeteve, ndërsa përfaqësuesit e Ministrisë Punëve të Brendshme u shpjegojmë për dënimet dhe masat e mundshme të cilat mund të merren nga ata të cilët përdorin këto mjete, si në të holla ashtu edhe me burg apo me edukim atij. Me sanksione. Me sanksione shtesë. Cila i habit më shumë fëmijët, fotografitë apo dënimet? Më shumë habiten për fotografitë dhe për lëndimet e mundshme, se për dënimet nuk e kanë shumë problem. Ndërsa kur i shohin fotografitë gjatë prezantimit, atëherë e shohin sa është e rrezikshme përdorimi i këtyre mjeteve. Mjetet piroteknike tashmë ka edhe të lloj-llojshme prej atyre, firma të ndryshme, mënyra të ndryshme të eksplozimit edhe kështu me radhë, mirë po gjithmonë mbetet e njëjta moto, mos përdorimi i mjeteve piroteknike. Mendoni që ndoshta ajo tradita edhe mënyra se si shoqëria ka funksionuar për shumë vite bën që ne ende të kemi në treg mjete piroteknike? Normalisht që ndikon edhe ajo, mirë po si thash më herët, këto vitet e fundit vëret rënje përdorimit këtyre mjeteve në gjitha qytetet e Maqedonisë. Shembull, unë vi prej Kumanove dhe shoh që aty domethënë nuk përdoret si më herët, nuk përdoren këto mjete sikur më herët. Kjo fal fushatës të cilët e zhvillojmë edhe vetëdijsimit të qytetarëve.
Sa i përket qyteteve, përmendet Kumanovën, është vrejtur lëvizje, ndoshta nevoja për të ardhur këtu për të bërë operacionin apo kirurgjin për qyteteve tjera, ose edhe andej kemi ullje të numrit të lëndimeve? Jo, flasim nivel shtetëror, domethënë bazë të dhënave që kemi në statistikeve, edhe për gjithë qytetet e Maqedonisë Veriut, domethënë ka ulje në gjitha qytetet, ashtu siç ka edhe në qendrën klinike për kirurgji plastike dhe rekonstruktive. Pas lëndimeve, pas periudhës së festave ku jemi në fakt këtu dhe pasojave të cilat ne mund t'i marrim, të shkojmë pak te kirurgjia plastike. Përse vetë ju keni zgjedhur fillimisht kirurgjin plastike? Kirurgjin plastike kam zgjedhur për shkak se më ka pëlqyer si drejtim që kur isha student. Pasi që studimet kam kryer në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin e Mjekësisë, që isha atëherë domethënë pa të lënë një përshtypje dhe më ka tërheq më tepër. Po çka ka qenë ai momenti që ndoshta mund të ribësh një organ ose një ekstremitet ose vetëm procedura? Kirurgjia plastike nuk mirret vetëm me pjesën estetike, siç mendojnë shumica. Në domenin e kirurgjisë plastike futen domethënë një organ që është më i madh në organizmin e njerit, lëkura. Ne domethënë mirremi me smundjet e lëkurës në lëkurës, enëve të gjakut dhe nerva periferik të ekstremiteteve, prandaj është një domen shumë i gjerë. Sëmundjet e lëkurës nuk është ndoshta edhe i diskutojmë shumë shpesh, po sa kemi prezente këtu paciente ne që kanë nevojë për kirurgji plastike? Numri i pacientëve është jashtëzakonisht i madh, për shkak se shumica e tyre që vinë për intervenim kirurgjik, flasim për sëmundjet e lëkurës dhe në lëkurës, paraprakisht konsultohen me mjek të lëkurës dermatolog. Pas kontrollave të cilët i bojnë dermatologët, ato sugjerojnë që ai ndryshim që është në lëkurën e pacientit që duhet të intervenohet kirurgjikisht, ato vinë te na dhe intervenohet, krijet intervenimi kirurgjik. Po nuk kanë faj njerëzit nëse mendojnë që kirurgjia plastike ka shumë të madhe pjesën në domenin e estetikës, sepse ndoshta tashmë po bëhet një reklam shumë e madhe për estetikën. Sa ka pacientë tek ju që ndoshta vinë dhe duan të bëjnë ndryshime për qejf, për dëshirë, jo për nevojë mjekësore? Edhe numri i këtyre pacientëve të cilët kërkojnë intervenime kirurgjike estetike është i madh në kirurgjinë plastike. Tash në varet prej dëshirës së pacientit se çfarë intervenimi dëshiron të bëj. Aty të ne bëhen domethënë rinoplastik, aurikuloplastik, abdominoplastik, gjithçka që hin në drejtimin e kirurgjisë estetike kryhet në klinikën tonë. Këto që i përmendet në emra mjekësor, t'i bëjmë në emra, t'i thirrsojmë për publikun, pra bëhet ndryshimi i hundës, konstruktit të hundës? Konstruktit të hundës, vezhve, gjoksit, barkut, ekstremiteteve, gjitha të. Bëhet dopsimi, heqja e vjamit? Edhe dopsimi, ne i thojmë liposukcion, asaj në gjuhën mjekësore, zakonisht barkut, kofshëve dhe krave. Sa janë të rekomandueshme, le të themi, këto ndërhyrjet estetike për shkak të dëshirës? Po varet tash, ka raste kur duhet patjetër të intervenohet edhe estetikisht, shembull ata që kanë mbi peshë dhe dobësohen pas disa intervenimet që bëhen apo me dieta ndryshme, pastaj lëkura e tyre lë varet dhe nuk është e mirë për pamje estetik. Dhe te ata edhe indikohet intervenimi kirurgjik. Ndërsa ka prej atyre të cilët nuk i pëlqen forma e hundës apo vezhve dhe kërkojnë korrigjim. Po, kjo kategoria e dytë, sa është e rekomandueshme t'i bëjmë? Por kjo është individuale, varet prej pacientit. Shembull, pacienti e hek një kompleks pamjes tij, shembull te veshët apo te hunda apo te buzët, varet tash çka kërkon. Rikuperimi i kemi parë nëpër internet këto fotografitë është mjaft i gjatë për këto intervenime. Po varet, është
shembull teori kuloplastike, intervenimi është më i shkurtë edhe mjekimi, rehabilitimi është më i shkurtë. Do tash varet prej cilin organ intervenohet, edhe mjekimi është i ndryshëm, domethënë. Ndërsa për shembull shkojmë te abdominoplastika, intervenimi është, domethënë, një intervenim kirurgjik mjaft i madh, që kërkon edhe mbrapa kohë e rehabilitim. Ndonjëherë mendohet sikur po zgjedhet rruga më e lehtë, sidomos me liposuksionin, sikur ka kur flasim për heqjen e vjamit, jo për heqjen e lëkurës. Sa pacientët janë të gatshëm për të hyrë tër asaj procedure? Po, ata të cilët vendosin të bëjmë intervenime të këtira, paraprakisht konsultohen me kirurgun plastik, ju shpjegohet, domethënë, gjithë procedura, gjithë eventualisht efektet anësore të cilat mund ndodhen nga intervenim, dhe ata në këtë raste vinë me vetë dëshirë, domethënë. Vetë kërkojnë që për shkak se kjo nuk është smundje, por është vullnet, dëshire vetë pacientëve. Duke qenë të vullnetit e dëshira dhe të këto zgjedhjet, shpesh shohim përdorim të protezave të ndryshme në rast të amputimeve të ndryshme. Kemi raste këtu të ne përdoret, sepse po i rikthejem amputimeve që i përmendët ju semia ose të gishtave dhe ekstremiteteve tjera, përdoren protezat tek ne ose jo, në këtë drejtim? Po, fillimisht kryet operacioni kirurgjik, domethënë, mbaron me fazat e terapisë fizikale e rehabilitimit, pastaj mendohet për proteza. Edhe këto proteza, domethënë, janë individuale, merret masa, kjo bën koordinim me drejtime të tjera, domethënë, këto që mirën me prodhimin dhe me prodhimin e protezave, merret masa e nevojshme, vendoset proteza dhe pastaj duhet përcjellet në të ardhmen. Po kemi mundësinë për të pas protezë, ndoshta të tregishtave, nëse vetë ju më keni amputuar ato? Ka mundësi, por ato janë më tepër në aspektin estetik, domethënë, në aspektin funksional nuk luajnë shumë rol. Nuk kryejnë punë, nuk të thotë që ata mund t'i përdorin gishtat sikurse që prandaj, gjithë kthehemi tek ajo, nuk ka zgjidhje pastaj. Nuk ka zgjidhje. Por atë e bëjmë edhe gjithë këtë fushat, domethënë e zhvillojmë për parandalimin e këtyre lëndimeve, se këto semi-amputacione dhe amputacione janë lëndime prej materialeve që mund të psojnë rinia. Po edhe të rriturit, është mbarët. Është ndonjëherë shokuese për juve kur ju vijnë persona shumë madhore dhe thonë nuk e dita që mund të ndodhë kjo? Po, si ceka dhe merret për vitin e kaluar, domethënë me pacientin që ishte mbi moshë 45 vjeçare, normal që janë shokuese se një rritur duhet ma ndryshe me i mendu pasojët, se cilet mund të vinë nga përdorimi. Shembull, po flasim tash për mjete pyroteknike për shkak se jemi në këtë periudhë, jemi në kampanjë. Dhe kur vjen një fëmijë, te ai pritet për shkak se nuk mundet me mendu, me logjiku se çka mundet me psu nga përdorimi i këtyre mjeteve, ndërsa te të rriturit është diçka e papranueshme. Këto pacientët më shumë i shohim gjatë dietorit apo janarit? Ose janë ato 3 ditët e zjarta të ndrimit më të moteve? Periudha, domethënë, kur këto paraqiten më shumë të janë 31 dhjetor, 1 janar, 2 janar. Ato kur festimet janë... Kur përdoren më shumë të, domethënë. Dhe më pas pasojat janë një 2 muaj pas, 3 muaj pas? Pasojat 2 muaj, 3 varet prej shkallës lëndimit edhe curia e mjekimit dhe rehabilitimit varet prej saj. Pikërisht. Ne dal nga dalë kështu po i afrohemi drejt fundit, nuk e di nëse ka diçka që ne kemi gjatë bisedës nuk e kemi përmendur, por shumë e rëndësishme për të përmendur. Unë mendoj që i përmendëm gjithë ato elemente kryesore që duhet përmenden. Dhe prandaj bëjmë thirrje edhe prej këto direkt, domethënë që mos të përdorim mjete pyroteknike, për shkak se gjithë dëshirojmë të festojmë, të kremtojmë mirë, po të mendojmë pak për
për lëndimet e mundshme dhe pasohet të cilet mund të vinë nga përdorimi i këtyre mjeteve. Prandaj u bajnë thirrje gjellë, domethënë ne të festojnë me familjet e tyre, me shoqërinë e tyre, mirë po pa mjete piroteknike. Pa mjete piroteknike në mënyrë që të mos përfundojmë në spitalet, mos përfundojmë në ditët më të bukura ndërsa të vitit duke u endur korridoreve të kirurgjisë, të ambulantave të ndryshme. Në këtë periudhë të fundit, le të themi, du të flasim vetëm edhe pak në aspektin e kirurgjisë plastike. Rekomandoni që ndoshta gjithë ata që janë në mjekësi dhe janë në mëdyshje, atë zgjedhin kirurgjinë plastike, ta zgjedhin të njëjtën? Unë mendoj që gjithë ata që e kanë dëshirë këtë drejtim, le ta zgjedhin, sepse numri i specialistëve dhe specializantëve në kirurgjinë plastike është mjaft i madh, mirë po do të ketë punë për gjithë. Do të ketë punë për gjithë, don popullata të zbukurohet. Ne shpesh shohim që vajzat dhe gratë, po jo vetëm, edhe djemt dhe burrat zgjedhin të shkojnë të bëjnë ndërhyrje të ndryshme në ndoshta vetëm në qendra bukurie. Sa është e rrezikshme kjo? Kjo ka një rrezik jashtëzakonisht lartë, për shkak se fillimisht kushtet sterile të cilat kërkohen gjatë një intervenimi kirurgjik, këto sallone bukurie nuk i kanë. Dhe shpesh ndodhet që pas ndërhyrjeve që bëhen atje të kërkojmë pra intervenim shtesë tek ne në kirurgjinë plastike. Që është më mirë direkt të vim tek kjo? Është më mirë direkt, normal. Unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë edhe që ndatë kohë që erdhët këtu. Shpresoj që këtë vit numri pacientëve të jetë 0 në nivel republike. Faleminderit edhe për juve dhe urojmë dhe shpresojmë që mos të ketë asnjë lëndim. Pikërisht. Ne këtu mbyllim këtë bisedë së bashku me kirurgun, le të themi kështu, të kirurgjisë plastike. Shpresojmë që në dyert e kirurgjisë plastike të shkojmë vetëm sipas dëshirës sonë dhe jo për shkak të përdorimit të pa ndërgjegjshëm të mjeteve piroteknike. Si gjithmonë më mirë është fare të mos përdorim sepse nuk ka ndonjë mënyrë të pa rrezikshme për të përdorur mjetet piroteknike. Duke ju thënë kështu sepse shumë fëmijë, shumë të ri, por edhe shumë të rritur fillojnë e festojnë shumë herët, sepse data 31 ka edhe ca ditë që është para nesh, por gjithsesi mos motivoni fëmijët për t'i blerë mjetet piroteknike, siç na tha edhe mysafiri, mos jepni para për t'i blerë të njëjtat, dhe të gjejnë mënyra më paqësore për të festuar dhe për t'u argëtuar, për të shënuar përmbylljen e një viti dhe mirëseardhjen e një viti tjetër. Gjithsesi ne do jemi pranë ekraneve tuaja edhe javën e ardhshme, edhe me datën 29, 30, 31, kështu dal nga dal duke përshëndetur vitin, por duke qëndruar edhe me tema të rëndësishme dhe aktuale dhe që janë pjesë e shoqërisë tonë, dhe pastaj patjetër me datën 31 do ju lëm të festoni dhe do festojmë të gjithë së bashku. Ne mbyllim emisionin për ditën e sotme dhe për këtë javë, ju lëm takim nga e hëna në ora 15 deri në ora 16, nga unë mirupafshim dhe fundjavë të këndshme.